debatet politike me që se po qëndrojmë tek diaspora dhe duat pyes konkretisht për këtë proces, sepse ka qenë një temë diskutimi që është bërë edhe procesi i votimit për diasporën dhe që duhet të jetë në konsulata dhe jo në vendet të tjera në ambasada. Si e ke parë këtë vendim që ka ardhur? Logikisht, që ka mundësi më votu dikon me një zonë kus është e mbrojtër. Nuk ka logjik. Po. Për atë arsye thom, le t'i çojnë veç venet posaçme ose të rëndë ku vota ruhet. Kush ka siguri me shku në objekte jashtë konsulatës me votu, ku e dim sigurinë e tyre. Ne peshofmi patëm tema diskutimit si në Gjakov, si në Mitrovic, u ngritën shqetësime, edhe është lëndu procesit zgjedhor në Kosovë, se pam që ka mundësi edhe mbrana sistemit me pas manipulime, pa dash me ulshu argumente konkrete, po nuk është e nevojshme me shku jashtë ambasada me votu, që shpo venojnë me vo. Kjo është e pa logjikshme dhe pa moralshme, po e din ti venet saktume se kush po voton aty. Pik sigurie nuk ka. Ti bën me pas individ, po nuk e ki sigurin kush është ai individ. Apo ne në Kosovë jemi të pas që o shumë e rëndësishme vota dhe përfaqësimi në vend. Nëse ti nuk ki siguri edhe nuk ki prezantim të mjaftueshëm aty të njerëzve që në vend, ne nuk kemi nevojë me pas parazite, po kemi nevojë me pasën politika zhvillimore. E nëse nuk ka siguri në votime, aty shkojnë njerëzve që bojnë tregti të ndryshme me vota dhe arrin me hy prap vend edhe mos me pas pik interesi për vendin ose për zhvillimin e vendit, sepse nuk ka një farë interesi të veçantë. Se e din që ka marrë votat edhe din që prap njëjtë ka me bot njëjtin politik. Kështu që sistemi zgjedhor jashtë, sistemi i votimit jashtë ambasadës nuk është i nevojshëm. Edhe është shumë e mirë që e bënë me